Një ditë elefanti po ikte për t'u larë në liqen. U la, doli nga liqeni dhe në urë u shkëmbye me deri. Mirë po, deri ishte aq i pist sa elefanti kaloi në një qoshe. Derisa deri kaloi. Dhe pasi kaloi deri, vazhdoi ikët tufe e tij. Deri krenar vetë u thot derave të tjerë. E pat thot, edhe elefanti mua më hapi rrugën sepse u trem nga unë. Kuptojni forcën time. Elefantët e dëgjuan dhe i thanë shokut të tyre: e bëre vërtet këtë? Elefanti thot: po, thot, i hapa rrugën, thot. Unë mund ta shtypja me një këmbën time, thot, por e ishte aq i pist, thot. Sa në vend të bëja këmbën pisë, mi hapa rrugën. Kjo është për jetën tonë. Shumë njerëz bërtasin, ofendojnë, shpifin, flasin negativisht. Mirë po, ajo që ne duhet të bëjmë, nuk është e nevojshme të kthejmë përgjigjet, sepse çdo kush shfaqja është atë që ka brenda. Por që të heshtësh ndaj negativitetit nuk do më thënë do pse, por lartësi. Faleminderit që më dëgjoni.